Në seancën përgatitore, por gjithashtu edhe ndryshmim përpara gjykatësit në sallën e gjyqit. Ju keni thënë se aftësia për të vlerësuar me saktësi cilësinë e incizimeve audio në këtë çështje ligjore ishte e kufizuar për shkak të faktit që nuk e njihni shqipen apo jo. Përgjigje: mendoj që unë kam pasur mundësi që të vlerësoj cilësinë e incizimeve audio, ndërkohë që sa i takon cilësisë fjalëve ose gjuhës, kjo është kufizuar. Sepse unë nuk e njoh shqipen dhe mos njohja e shqipes është një lloj kufizimi në vlerësimin tim. Pyetje: dhe për shkak të këtij kufizimi ju keni përdorur instrumentet e inteligjencës artificiale apo jo? Përgjigje: besoj që kam shpjeguar në raport, e kam shpjeguar edhe gjatë dëshmisë time në sallën e gjyqit. Por platformat e inteligjencës artificiale i kam përdorur si tregues, nuk e kam mbështetur konstatimet e mia, përfundimet e mia në rezultatet e përdorimit të platformave të inteligjencës artificiale. Yesterday, Pyetje: dje ju tha disa herë se ju besoni se përdorimi i modelit të inteligjencës artificiale ishte thelbësor për konstatimet e raportit tuaj. Përgjigje: këtë e thatë ju dhe mendoj që unë u mundua të sqaroja që nuk mendoj që ka qenë baza e vlerësimit dhe përfundimit të mia, po e them edhe sot këtu. Mendoj që ka shërbyer thjesht si ilustrim dhe më ka ndihmuar si një element dytësor për sa i takon bërjes vlerësimit prej meje. are you saying now you Pyetja: apo thoni tani që dje nuk thatë që rezultatet e inteligjencës artificiale nuk kanë qenë kryesore ose thelbësore për vlerësimet? Përgjigje: jo, ky është term që e përdoret juve dhe më ushtruat tryzni, presion për ta pranuar. Pyetje: apo thoni që gënjyet dje? Përgjigje: jo, nuk po them që po gënjej. Pyetje: ja u kam bërë këtë pyetje disa herë, edhe nëse doni ja u lexoj përsëri. Përgjigje: më kujtohet pyetja, nëse doni mund ta lexoni, po s'është e nevojshme. pull up? Pyetje: i kërkoj sekretares paraqes në ekran faqen 82. Përgjigje: nuk po e mohoj që nuk thash që pajtoj me atë dje. Pyetje: po e keni bërë disa herë dje? Përgjigje: po. Pyetje: po tani po thoni që nuk pajtoni me atë çfarë keni thënë dje? Përgjigje: kjo ka ndodhur, ka qenë pjesë e shumë prej pyetjeve të bëra për jush, kur unë kam bërë komentim për fjalët e përdorura për jush, për formulimin tuaj, dhe më keni kërkuar që të përgjigje me po ose jo. Po ndonjëherë është e vështirë që të përgjigjesh pyetjeve me po ose jo, ndërkohë që ju më keni kërkuar që të përgjigjen me po ose jo, dhe unë kam bërë shkurt të jam përgjigjur me po ose jo. Pyetje: do thotë kjo që ju nuk keni dhënë përgjigje të sakta dhe të vërteta? Përgjigje: jo, janë të vërteta.